të merremi me agjendën konkrete dhe problemet tona, duhet përsëri të ndalem në dy momente shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Fundin e javës që kaloi, bota përjetoi një nga ngjarjet më të jashtëzakonshme në historinë e saj. Pas një përpjekje të pa përshkruar, një marrëveshje paqe u firmos në Sharm el Sheikh dhe faza e parë e planit të paqes midis Izraelit dhe Hamasit u zbatua dhe është në zbatim. Kjo marrëveshje nuk erdhi si një rasti, por si një përpjekje jashtëzakonshme që u bë në disa etapa me radhë nga presidenti Donald Trump dhe dërguarit e tij, por dhe vendet tjera, shtetet tjera. Marrëveshje që urojmë të shënoj një kthes dhe për cilën synon në interesin absolut më të mirë të gjitha vendeve të rajonit. Kjo marrëveshje është përkrahur gjërësisht siç e keni konstatuar në radhë parë nga shtetet arabe, shtetet më të mëdha, më të fuqishme arabe, pa rezerva dhe me shumë, është përkrahur nga një sëri shtetesh tjera të rajonit dhe më larg. Natyrisht është përkrahur dhe nga ne, në këtë pozicion që jemi. Në këtë marrëveshje, Izraeli dëshmoi vullnetin e tij për paqe. Në këtë marrëveshje, Hamasi bëri zotimet e tij dhe urojmë që t'i përmbush zotimet siç i ka marrë. Dhe thash dhe njërë që marrëveshja të shndrohet vërtet të konsolidohet marrëveshje paqe. Shumë momente kanë qenë të rëndësishme, por unë duhet t'ju garantoj ju se një nga momentet më kryesore ka qenë operacioni ajror i Shteteve të Bashkuara mbi Teheranin. Të dashur miq, nëse ka një ngjarje që ripërsërit historinë, këputjen e nyjes gordiane është sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara i urdhëruar nga Donald Trump mbi Teheranin. Në ç'kuptim? kuptim? Aleksandrit të Madh në Gordion i thanë nuk kalon këtej pa zgjidhjen. Aleksandri mori nyjen litarët e lidhur për poshtë nuk zgjidhej. Nxori shpatën dhe e preu, tha, një lloj është kjo. Ata nuk thanë dot jo. Nuk thanë dot që s'është një lloj. Edhe në Iran, pa diskutim, që
reaktorët bërthamor të Iranit përbën një rrezik madhor për paqen, jo vetëm për Izraelin, por për paqen në linjën e mesme dhe për paqen më gjerë. Një regjim që udhëhiqet nga një udhëheqje obskurantiste e Ajatullahve. U zgjodh mënyra më unike për zgjidhjen e problemit. U bombarduan dhe u dëmtuan palësisht dhe shumë rënd të gjithë impjantet bërthamore, por pa asnjë të vrarë. Pa asnjë të vrarë. Faktikisht, Irani u çarmatos nga ai potencial që përpiqej të krijojë dhe që përbënte një rrezik madhor. Kjo ndërpreu luftën. Izrael-Iran. Dhe u mendoj se kjo hapi të gjithë perspektivën për të arritur këtu ku u arrit sot. Por ajo që spikat është një marrëveshje që ka përshëndetur pothuajse gjithë bota. Unë nuk kam numëruar të gjitha vendet, s'kam kontrolluar, por të gjitha vendet e ka përshëndetur edhe Vučići, e ka përshëndetur edhe ministri i jashtëm kinez me ato objeksionet e veta, por fazën e parë. Këtë marrëveshje e kanë kaluar në heshtje varri Kim Jong-un i Koresë së Veriut, Irani i Ajetullahve dhe Tirana e narko era Maduros.